Punën nuk e ndalin edhe kur jeta u varet në fije të perit. E kur ky pej këputet, vdekja atyre reduktohet në numër. Mirëpo edhe këto shifra mbetën të mjegullta. Vdekjet dhe lëndimet në vendin e punës raportohen ndryshe nga Sindikata e Punëtorëve të Sektorit Privat e ndryshe nga Inspektorati Qendror i Punës. E para pohon se numri i personave që humbën jetën në vendin e punës vetëm gjatë vitit 2025 është 32, kurse rreth 2000 i atyre që u lënduan. Pjesa dërmuese e këtyre punëtorëve kanë humbur jetën për shkak të neglizhencës së pronarëve të kompanive dhe institucioneve tona, përderisa tek lëndimet ne mendojmë se gati nuk mund të jemi të saktë asnjëherë, sepse një pjesë bukur e madhe e lëndimeve as që njoftohen, domethënë as në emergjencë as në vende të tjera, por mendojmë që brenda vitit së pakut janë rreth 2000 lëndime që bën në vend të punës. Po themi nuk jemi të sigurt, po parafërsisht aty sepse para një 3 vitesh kemi marrë dhonat nga emergjencat, nga spitalet dhe na ka dalë dikon rreth 1740 të deklaruar. Para mendojeni ju sa nuk deklaruan fare. Ndërkaq Inspektorati i Punës raporton numër gati për gjysmë më të ulët. Në një përgjigje për Kiks Kosovën, nga ky institucion pohojnë se ndërtimtaria vazhdon të jetë sektori më i pasigurt i punës. Gjatë vitit 2025 janë evidentuar gjithsej 629 aksidente në vendet e punës, prej tyre 19 me fatalitet. Ndërtimtaria mbetet ende sektori me më së shumti lëndime dhe vdekje në vendin e punës. Mirëpo sindikata dhe inspektorati janë të një fjale, se shkaktarët e vdekjeve dhe lëndimeve në vendin e punës është mungesa e kushteve të sigurta dhe të shëndetshme në punë. Bare madhe për punëtorët mbetet mungesa e sistemit të sigurimeve shëndetësore, si pasojë të cilës ata detyrohen të mbulojnë vetë shpenzimet e shërimit të tyre. Azemi ngret dyshime se pas ngecës së këtij projekti 12 vjeçar mund të fshihet mafia shëndetësore. Që ligji mbi sigurinë dhe sigurimet shëndetësore që nga viti 2014 që në farë formë atëherë ka marrë në farë formë pothuajse gati përfundimtare, por formën se pse nuk po e shtin në zbatim, unë nuk e di shpesh, po dyshoj që ndoshta këtu ka ndonjë farë mafie shëndetësore që nuk po e lënë të futen në funksion ky ligj. Kryesindikalisti akuzon qeveritë e mëpashme dhe aktualen se pavarësisht zotimeve nuk lëvizën asnjë gur për implementimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Megjithatë, në formën dhe mënyrën si është hartuar, Azemi pohon se ky ligj nuk mbron interesin e punëtorëve. Paramendojni, e thot në ligjin mbi sigurimet shëndetësore, nëse ti paguan për 10 vjet sigurime shëndetësore dhe nëse për një periudhë 3 mujore nuk paguan, gjitha sigurimet që i ke pagu më herët të hupin dhe bjen në sistemin zero. Si mangësi tjetër të këtij ligji, ai vlerëson mos klasifikimin dhe mos përfshirjen e sëmundjeve profesionale. Shpeshherë punëtorët mund të marrin po themi kështu smundje nga vetë vendi i punës, sepse nuk trajtohen si duhet çka duhet. Ne kemi në bazë të ligjit të punës dhe nën ligjeve të tyre që shumë vende të punës, domethënë preferohet që një punëtor në një fabrikë duhet të ketë spakut 1 litër qumë që brenda ditës ta konsumojë, sepse organizmi i tij duhet të jetë ashtu. Përndryshe tek ne këto nuk vlen, domethënë për ne vlen me hi në vendin e punës, me e prek pullën e makinës dhe derisa të përfundon orari i punës, përfundon me çaq. A e kuptoni me çfarë rreziqesh punojnë punëtorët, normal që ka lloj-lloj makinash, asgjë nëse s'ka tjetër, vetëm zhurma e makinave që e ban, domethënë mund të ketë pasojë tek punëtorët, por ne po jetojmë sot për nesër dhe gjithherë me shpresë se do të bëhet mirë. Pikërisht mungesa e sigurimeve shëndetësore, thot ai, është shkaku më i shpeshtë i ikjes së punëtorëve jashtë vendit.